Sot do të përgatis disa kotoleta me kërpudha. Për të përgatitur kotoleta me kërpudha, na duhen një pako me kërpudha ose sipas dëshirës sa të mundemi, sa të kemi. Gjithashtu duhet të përgatisim dhe brumin, siç përgatitet brumi për petulla. Dhe për brumin duhet mielli, vezët, duhet pak qumësht dhe erza, kripa, piperi kuq, piperi zi, sipas dëshirës çfarë të doni mund të shtoni në brumin e përgatitur. Për brumin e përgatitur veprohet njësoj siç kam vepruar edhe me brumin që kam bërë kotoletat me patollxhan. Masat mund t'i përdorni sipas dëshirës në bazë të masës me kërpudha që keni. Nëse keni më shumë kërpudha dhe nuk ju del kjo masë e përgatitur, mund të shtoni një kokër vezë, pak qumësh dhe ta shtoni masën për të përfunduar nëse keni shumë kërpudha. Kërpudhat pasi kemi pastruar nga pjesët që nuk duhen, nga lëkurat edhe pasi kemi pastruar larë mirë, do t'i zhytim këtu në kytasi me brumin e përgatitur si brum petullash dhe më pas në një digan që është vënë zjarë më përpara, do t'i vendosim për skuqje pasi e kemi skuqur vajin mirë. I vendosim kështu një pas një të gjitha të skuqen. Ato do të marrin një shije shumë të shishme, të mirë. Për të prerë kërpudhat mund të veproni sipas dëshirës, mund t'i presim si të duam. Disa unë i kam prerë në rraf se ishin të mëdha, por mund t'i presim dhe në këtë formë të tillë, nuk ka problem. Kur janë të mëdha i presim si të duam. E ngrojim pak vajin mirë që të skuqen mirë kërpudhat. Në fillim duhet të jetë i ngrohtë mirë, i nxehur. Dhe pasi i vendosim mund ta ulim pak fuqinë e temperaturës së skuqjes, që të bëhen ngadalë, mos t'i rëmbej nxehtësia dhe të digjen. Në fillim kur i vendosim e ngrejmë pak, pastaj e ulim temperaturën. Për të shtuar shijen gjatë konsumimit të kërpudhave që i kemi bërë në këtë mënyrë, ne mund të shtojmë gjithashtu dhe mund të veprojmë edhe me qepën në të njëjtën mënyrë, në feta të tilla. Ta presim në feta, ta vendosim këtu ku kemi vendosur më përpara dhe kërpudhat, e lyejmë me të njëjtën masë dhe e vendosim për skuqje. Gjithashtu edhe qepën. Bëhet një shije, shtohet shija gjatë konsumimit, edhe është shumë e mirë, shumë shije e mirë. Përzihen shijet bashkë me kërpudhat dhe qepën dhe krijohet një ushqim më i shijshëm. Dhe ja ku kam përfunduar kotoletat me kërpudha dhe këto 3 qepë të mëdha të bëra në formën e kotoletës. I kemi vendosur dhe qepët në formën e kotoletës. Edhe kërpudhat në mes. I kemi grirë pak djathë kaçkavall dhe disa qepë të njoma, të grira imët dhe një degë selinoje.